720 efektiv të 3 reparteve më të rëndësishme të policisë së shtetit do të kenë rritje page nga muaji i ardhshëm. Ministria e Brendshme ka përcaktuar këtë rritje për efektivet që ndodhin në vijën e parë të përballjes me krimin e organizuar dhe individët me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Rritja prek 3 strukturat e posaçme të policisë së shtetit: Renea, forcat kombëtare të sigurisë dhe forca e posaçme operacionale. Konkretisht, për forcat speciale Renea, paga rritet me 25.000 lekë ose 20% më shumë. Për forcat kombëtare të sigurisë dhe efektivet e forcës së posaçme operacionale, paga rritet me 14.000 lekë ose rreth 14%. Pas kësaj rritjeje, paga një inspektori në Renea shkon në pothuajse 1.600 euro, ndërsa për një drejtues arrin në 2.300 euro. Në forcën operacionale, paga për gradën inspektor shkon rreth 1.200 euro, ndërsa për gradën kryekomisar varion nga 1.600 deri në 1.700 euro. Buxheti i vitit 2026 parashikoi rritje të vlerës së pagave, si dhe vjetërsisë në punë por efektivet e policisë së shtetit, inspektor, komisar, kryekomisar dhe drejtues.